jemi me një drek, miqësie, ku na ka sjell miqtë e vllajt tim dhe ndodhemi në Rimini dhe zona është shumë e bukur, shumë akoljente, shumë ngjyra. Edhe ju mirëpresim kurdo më thojnë se t'i jap më shumë detaje. Është shumë bukur. Abbiamo consegnato la settimana fa. Davvero? Sono stati fatti. T'ju tregoj pak pamjen se është shumë e bukur. Edhe të shkojmë pastaj të ulemi. Është shumë e bukur. Këtu mund të vish edhe me familjen, me fëmijët, si ka lotra. Është shumë e bukur. T'ja tregoj pak shumë nga larg se më duhet të kthehem tek restoranti. Kështu. Restoranti hahet shumë mirë, siç na ka thënë shoqja e vllajt, klient jam saktë, ku ai punon. Hahet shumë mirë edhe gjë e bukur se kemi shumë afër me detin, ku edhe kush është familjar që ka fëmijë, është shumë afër me fëmijët i çon, shëtisin dhe gjitha mëra. Aty është babi, mami dhe klientja e vllajt, dhe restoranti është i gjithaj aty brapa. Ma guarda, c'è sole! Stia piovendo! Lada sta piovendo, Lada! E questo è vento, non è piovendo! Kjo quhet po fryner! Po fryner, nuk po bie shi! Oj bukur! Mamma, stai venendo da noi stamattina? Dove? No, è parcheggiata quella. Ah, Oh file! Aghiti, ghiti, ghiti. Aghiti, ghiti. Hey guys, pas shumë ditësh, sot është e mërkur. Amrilisi është bërë gati, unë jam bërë gati. Nisemi secila në destinacionin e vet. Si jeni juve? Se ne jemi mirë, çik të lodhur, por good job. Mirëmëngjes guys. Si jeni? Sot është shenjtë? Po dhe Amarilisi jemi gati për unë. Te makina dhe të shkolla dhe të puna. Nesër Amarilisi do shkojnë në ekskursion me shkolla dhe do shkojnë ku? Verona. Në Verona. Që kështu nisemi hikim për aty ku kemi për tik. Ma po kjo qenë ka nga ajo kokër madhja më. A ndurë ma? Kjo qenë ka nga ajo kokër madhja. Është që e vira, po i pisa ma e zhvilli. Haj goca, kjo është batëqja ime. Kemi mbjellë qërshi. Edhe mund t'jem diku tek 10 kokra. Ka mbjellë babim dhe ka bërë form hargu. Edhe po e hitja një shorts vogël në TikTok ku shkruajta që shqiptari kudo që të shkojnë nuk e harron traditën, me vërtet jemi në mes Italisë, po nuk na mungon marja, qershia, rushi, ulliri, gjitha i kemi. Kohën e kemi njërë vrindur, njërë djellë, s'po merret vesh, po hajtve. Kanë qeli nami. Kur qershi Arli, mos i këput mami, se s'është bërë kuqe.
Mos e këputet, dhe ma tregoj që gajzve, ku është qërshia? Ja, I kemi këtu qërshi. Shiko? Ja. Kemi edhe rush. hajde këtu me nene. Ja, cepat. Kështu duket. Baçe, limoni. O mam, ka ra një kështu, një pellush, mere qiko ma. Si ka. E nxove ma. Hajde po çuni. O ma, e kem bas aty. Ka ra një pellush këte, mere qik. Ta marrim me nene. Jepja dorën e. Paska që ka të që. Arli, merë një qik mbulesën, mami, se ka rënë. Ka rënë mbulesa mamit. Merë një qik. Mua më pas ka rënë gjitha, moj. Hi guys, përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin ton. Sot është Djela, marrë për shpenzime, do t'ju bëj një market haul për pak. Kemi vënë fasule, do t'i grim një kokër qep. Do të copyright më ta. Edhe dalë se do t'a fik, prit. Oh my god. Të qik njerës për pësaj për këtë video t'djeshme. Ju përqenjë video t'tila me mua dhe ma Marinda? Edhe nëse po, shkoni dhe na lini një koment që neve të vazhdojmë të bëjmë video kreative të lezetshme kur kemi kohë dhe mundësi, se punojmë shumë. Ç'a do jeta? Po ti mos shaj. Gjithë e vogël të një dorë. Tu të shpove? Ishte dalë jashtë. Okej. Edhe kështu. Bërëm shpenzime, fëmijët kolon me njështë. Unë do bëj qik drek dhe dark një konsisht, të pësaj fillon java. Mërit do është turni mëngjesit këtë javë. Arli do rinë me mamin tim, unë do vinë dark. Buri, nuk kolla si lash, tjerë. Ikam guys, ciao. S'ka në rëtulla. Se qik? Ika! Ka punë. Okej, qik. Kështu. Tani unë do bëj qik qepën dhe pastaj... Pasi të kem ngyrë qepën, do bëj një market haul. Shikemi për pak. Hey guys, si që thash, ta fikim pak ka të gja robotë vëzhur. Si që thash, do t'i tërgoj një market haul se qarë ka bjera Marindo për këtë javë. Duke shënë se ne jemi në punë edhe mami do rinë me Arlin. Pastaj mas dite, është Amarildo me fëmijët, unë jam në punë, vi e fundit në shtëpi. Dhe të them se çfarë kemi marrë. Kemi marrë 4 nga këto kështu që janë me kastraveca shumë të vegjël të freskët, që fëmijët I hajnë shumë, por edhe kështu edhe në sallator. Kemi marrë gjithashtu edhe domate në formë ciliegjina. Kemi marrë ketchup dhe majonez, pasi Arli konsumon shumë pjadino me prosciutto cotto dhe ndonjëherë patatet skuqura kur ja bën mami im. Kemi marrë banane, kemi marrë moll, fruta do më thënë, kishte marrë Amarildo edhe qërshi, këto janë fruta që kishte marrë, edhe bostan, edhe t'ja u tregoj, edhe një bostan, që tani avash do t'i vendos për vënde, kishte marrë gjithashtu picete, që të hajnë fëmijët për merienda edhe kështu. Kishte marrë 2 avokado për mua, që unë tani avash do t'i sistemoj goca. Edhe tjetër kishte marrë, si që thash, edhe 2 kosa. Ka marrë prosciutto cotto edhe pjadina. Ka marrë djathë. Ka marrë sallat jeshile. Shton. Ka marrë aktimel, që e pinë fëmijët të bërë merenda. Ka marrë sheqer. Ndërkohë kam vënë fasule që zgjen këtu. Ka marrë një multi fruta me proteina dhe vitamina A, që është lëng. Ka marrë Red Bull për veten e vet që shkon që të bën turnin e natës që të jetë pak më I zgjuar, që të ketë pak fushi. Ka marrë brokoli për Arlin, se karota kisha. Tu ka marrë krokete, polpete, mish pule me bukë të thekur të mbuluar, që ja hajnë fëmijët edhe këtë. Ka
Kam marrë 3 bageti, kam marrë 3 nga këto. Tjetër, kam marrë bukën e lepurushit për fëmijët, që e hajnë edhe me gjizë edhe me pandistela dhe në shumë mënyra mund t'ja bëjmë. Gjithashtu kam marrë znek për fëmijët, kam marrë këto patatinat këtu, kam marrë znek për mua nga këtu, që janë me proteina, duke qenë se unë bëj palestër dhe këto më ndihmojnë shumë. Që ku kam pak uri dhe jam larg shtëpisë që s'mundem të haj një vakt tamam, haj një nga këto sa për të shuar pak atë urinë në momentit, por janë me proteina. Gjithashtu kam marrë edhe zbek nga këto, që këto do mundohem t'i fus me një kuti që mos të prishen, mundoheni që kur i hapni pak o t'i vendosni në gjëra të mbyllura që mos të prishen. Kam marrë edhe nga këto patatinat e tjera kështu, për fëmijët, në version boxer. Kam marrë edhe këto, po këto jam e bindur që nuk do t'i hajnë fëmijët, sepse ka gabuar Amarildo, se zakonisht hanat e versionin tjetër. Dhe kash ishte, kishte marrë edhe krip, shte edhe t'ja të rëdoj. Tu, ja, edhe krip, kash shpenzim. Tani do t'i vendosë për vënde dhe shifemi në vazhdim. Ja ku jam, po bëj një pjadin, këtu kam vënë fasulet, po skuqim një 2 salcice dhe ndërkohë këtu kam përgatitur prosciutto cotto, pak sallat jeshile, domate castraveca, ato të polos që ju thash, pien aqe dhe për pak thrasim burrin që është aty, fëmijët që kanë shkuar në toalet që të lajnë duart, ku është pingju tjetër? Arli ku je? Apu çikami? Ja, po lajnë duart, lani duart s'do hajnë buk. Edhe kështu. Okej, lani duart dhe hajdeni fshini të pëshirës dhe hajnë buk. Ndërkohë t'ju tregojmë pak edhe dhomat, që aty jam unë. Dhomat që janë gjitha në rregull, aty kam përsistemuar ca çorapa. Këtu ndërkohë është dhoma ime, zona palestrës, këtu është komodina, tu është puna, pasqyra që është mos o zot mos të shikoni, edhe kështu. Sot është e diel edhe kam akoma disa punë tjera për të bërë dhe më pas do kujdesem për veten, do bëj dush, se jam bërë për të larë, do merrem me fytyrën edhe tim gati pastaj për të filluar javën e punës. Dhe guys, ja ku jam, është ora diku tek 10:00 është ora tek 10:00 dhe unë me Arlin jemi këtu te krevati. Mbaj fort, no? Jemi te krevati unë dhe Arli, po jemi shtrirë për të qetësuar. Kurse Amarildo dhe Ami janë më tanë. Sot ka qenë një ditë goxha e lodhshme me punë shtëpie, kështu larë lavatrish e gjëra, po përgjithësi mirë, u qetësuam, dolëm pak, pipëm një kafe. Fëmijët kanë lozur, kanë qenë gjithkohës jashtë, siç e thash që unë u mora pak me veten, bëra pak betullat me ene, bëra një pastrim fytyrës. Kam vënë këtë puskuqin që nuk hiqet, rri diku tek 72 orë, më shumë, nuk hiqet me asnjë lloj gjëje, thjesht do hikim vetvetiu, që kështu nuk është se jam e lyer, jam e pa lyer. Thjesht janë gjëra që ngelen permanent dhe nuk hiqen. Edhe kështu njerëz. Diku këtu unë ju them natën e mirë dhe shifemi nesër kur zgjohem për t'ikur në punë, bashkë me Amarilisin që do ikin në shkollë. Këtu kam Arlusin, që po pinë qumësh dhe po shikon kukla. Dhe po, që t'ju tregoja pak edhe për mbledhjen e kësaj dite të diel. Shifemi nesër. Natën. Mirëmëngjes. Është e hënë. Jemi përgati, s'kam pirë kafe në koma. Ju si jeni të birë. Hej goca, kam ardhur nga puna edhe si që shikoni këto lodrat këtu janë dhurat nga Migena dhe Arli Polos, se i kam pëlqyer jashtëmase shumë. Tani duhet t'ju tregoj edhe pjesën tjetër të dhuratave. Përshëndetje, përshëndetje. Atëherë, si që tregova pak Arlin që përoste me dhuratat e Migenës, unë kam pak që kam marrë nga puna. Edhe jam këtu sepse dua t'ju tregoj se sa shumë zhra shumë ka sjellë Migena. Ju e dini që Migena ka një fabrikë puthësh edhe mua shapkash, më fal, dhe mua me siguri nuk më mungojnë shapkat.
I kam të gjitha modelet, ku fillojmë nga këto. Pastaj do t'ju tregoj më të preferuarat e mia, duke qenë se janë bërë edhe kastile apo stafat për mua. Arlikul aty ku ishte mami se lëviz aty. Edhe këto gjithashtu ishin shumë bukura dhe komode. Kishte sjell të njëjta edhe për mamin tim, që mami im i mori se qellovi këtu se ishte duke mbajtur Arlin, unë isha në punë, ama i dën punë. Këto që janë shumë të bukura, shumë cute. Këto gjithashtu janë shumë të bukura, janë me pak gazdak kështu. Këto pastaj janë bërë apo stafat për mua. Janë dy ngjyra dhe janë shumë të bukura, më gjena këto i ka bërë kastila për mua. Shumë të bukura. Shikoni. Gjithashtu është edhe një ngjyrë tjetër, eksakt si ajo, vetëm se më duket se këto kanë më shumë gomë. Po, janë me gomë. Janë shumë të bukura. Janë të gjithë me shinë, lëkur, domethënë ashtu ta vera pele. Shikoni? Janë shumë të bukura. Edhe këto më pëlqevën ekstremisht shumë. Kjo është një ndër stilet e sandaleve që më mbaj shumë, më pëlqejnë shumë me tokza kështu. Imagjinoni këmbën këto, kështu. Janë shumë bukur dhe janë të bëra apo stafat për mua dhe një nga shapkat që gjithmonë kam dashur të blej kanë qenë këto, haka. Dhe më ka sjell një palë të zeza. Janë shumë të bukura, kastile numri im ka bërë kastilet e këto për mua. Bardha. Më ka bërë edhe ngjyrën kafe normalisht. Edhe një ngjyrë tjetër pak më moderne, një designer më modern dhe më i bukur është këto si leopard. Edhe këto janë vera pele, goca, çdo produkt fantastik i mirë. Faleminderit shumë Migena, të dua shumë. Jam shumë e lumtur që të kam në jetën time. Dhe nuk mbaroj këto sepse Migena më kishte bërë këtë bluzën të personalizuar me foton ton, ku ka shkruar pjesë e zemrës time, edhe ti je pjesë e zemrës time. Gjithashtu më kishte sjell këtë bluzën që e ka të njëjtë edhe për vete. Kishte bler për vete edhe për mua. Gjithashtu është edhe kjo bluzja tjetër me shkronjën A. Arli kujdes mama. Edhe këto tutat gjithashtu Migena shumë Hey guys, ndodhem në spital. Nuk kam qenë mirë sot. Kam qenë gjendje të fiktu. Por qafim. Je flas pak më vonë. Ka edhe kështu. Keni parë vlogere kështu juve? Goca jam spital. Jam mirë, mos u mërzisni. Guys, tani unë do të them një diçka. Kam shumë njerëz, por shiko kush më erdhi te spitali. Kjo është Lula. Që jemi takuar vetëm një herë, dy. Dhe tani ka një vend shumë të veçantë në zemrën time. E di? Që e kam gjatë shumë gjanë. Në një spital. Dhe Lula erdhi ma bëri ditën shumë të bukur si këto reti të lartë. E ku janë? Këtu. Se che ci stavo pensando, bellissimo Vero? questo. Sì. Ok, tani do bëjmë një foto. Hey guys, sa ka marrë në shtëpi, është ora 2. Më solli Lula. Jam në këtë kondicion. Tani do t'i heq. Nuk do të shprehem këtu për më shumë gjëra, por që jam më mirë. Diku këtu jo se natën e mirë dhe shifemi në vazhdim. Burrën e budha që bërë. Hey guys, se kam marrë nga puna, edhe si që shikoni, gjërat e mia të bukura pas kanë bërim. Sot kam zjarë kryqin të puna, Arlushin e vura në gjumë, do shtrejmë dhe pak vetë tani, isha në punë.
Këtu ka mamin të balkoni që po më ndihmon për bën ca punë shtëpi, ka mbajt dhe fëmijët, ka marrë dash në punë në fllajin, ka marrë lisi po bën një dush. Ka veshur edhe bluzën që më ka bërë Migena me foton ton. Migena të dua shumë Maderezin edhe Kriseltën. Edhe gjithë kota që më ndjekin me radhë një me një, më ju kam zemë. Edhe kjo vlog do jetë pak ndryshe nga vloget e tjerë që më shikoni që qesh për gjëra aktive kështu, por që kam thënë dhe them do t'rregoj jetën time reale ç'a ndodh. Dhe kjo periudha nuk është më e mirë e mundshme, por që ne nuk dorëzohemi. Do vinë ditë më të bukura dhe jeta i ka dhe këto. Prandaj mos u dorëzoni. Ecim përpara. Edhe po editoja pak videon tani. Edhe kam vënë re që tek momenti që kam hapur pakon e Migenës, e kam vënë re që s'kam qenë dhe mirë, thjesht nuk e kisha kuptuar. Dhe ditët në vijim pastaj, siç edhe mraktikat e puna, te shtëpia dhe se s'u ndjeva mirë, vllai më çoi në spital. Edhe kështu me radhë. Jeta nuk është ashtu siç duket, por që stuhia nuk zjat për gjithmonë, do dalë dielli. Tani do qetësohem pak edhe shikojmë në vazhdim. Që ju thashun juve? Që të shtrim do flem? Nuk kjeta. Morja mërit në telefon dhe tha qa Marilisin tek kanto, se kishte kursin e këndimit, që kështu më vara 7:30 me Marilis. Edhe në shtëpi, kur vinim rrugës për shtëpi, Marilis tha, mami, pas kur ikem për sushin e më? Dhe me thash, jam e lodhur, por që kam dëshirë të qoj, po të pësim të babim. Dhe Marilisi, që është të më mua, pyeti babën dhe tha, babi, mund t'ikim për sushin dhe mami se kemi shumë kohë që nuk ikim. Dhe tha, mund t'ikim. Dhe jemi për gati, unë jam shumë e lodhur goca, por që kjo është thjesht prindër, që devse e lodhur, ti do plotësosh kënaqësitë e fëmijëve. No, però është shumë kohë që nuk iki. Që kështu i përgati shumë thjesht, një bluzë Shumë shumë bukur, mami shumë bukur. Fiçek, do më fëqon fiçek. edhe një palë gjinse, do vishë në atlete. Unë jam vishur me robët e mamit. Pantaloni Zara, non lo so, H&M bo. Fred Panera con push brenda H&M. No, anzi, di Alchetta Marildo, tutto Alchetta Marildo. Kurse unë kam veshur këto gjinse që janë shumë bukura, më pëlqejnë shumë, më atëherë tregoj çik edhe trupin, se e meriton, se Angela na ka bërë bish. Edhe bluzën, gjinset janë të ngushta në fundi, kështu, e tani do veshim atlete. Okej? Kaq. Edhe flokt larë. Flokë të larë normalisht. Flokt nga Alchetta Tabaku. Flokë të larë, thotë Amarilis, sepse çfarë më nduhet, por të larë jemi gjithmonë. Però i capelli vengono da Dio e da Alchetta Tabaku. Ikim goca. Do t'i marrim disa fragmente me vetet e sushis, se na ka marrë jetën tam, nuk do filmojmë. Io non vedo l'ora, però loro aspettano, 2 Nuk do ore ci filmojmë vogliono. dhe gjithë kohës, do filmojmë disa fragmente kur të vinë pjatat. Dhe do rrim mami me Ma, però gocën. non devi fare foto che io me le mando Seruan subito. thoshim që Arli dhe Amarildo kanë dalë gjiro të dy. Arli sa qavi Te bari, te parku dhe pastaj te shtëpia. Arli Çavis do të vinte me ne, por që Arli nuk e ha sushin. Thjesht i pëlqen emri, sushi thot, po kur e provon pastaj nuk e do. Ikim tani se ne na ka marrë jam. Shkojmë. Mamma, io voglio quello che fa fumo. Shkojmë gjithë. Sa po kemi ardhur? Io guys, dovim Dhe këta nuk e duan, nuk të të kajtë avelinë e tjene, ne nuk kemi duan. Tani do ordinojmë. Allora, questo no. Aspetta, e bëjmë bashkë me. Prit, më spet shumë në aspetta. Però veniamo già subito 1, 2 come vogliamo, ci svenare. E più che male, effettivamente. Sì,
Sì, perché mi E muovo. kemi marrë, e Sì, sigurt. perché c'era sti cosi. Boh, assaggiamo. Cosa assaggiamo? Anche questi mi sa che devi provare nella pera. No. Grazie. Questo mi sa, aspetta. Sì, questo. Questo. Anche questo lo prendevamo? Sì, sì, Due sì. facciamo. Sì, dopo vediamo. Poi questi non ne mangiamo noi. Pomodoro. Questi sono i classici che prendono tutti. Questi li prendevamo noi. Questi prendi 2, 3, va che meglio. Anche questi mi sa. No, questi no. Questi sì, questi qua sì, però non. Facciamo uno. Poi qua ci sono queste cose che. Io voglio quello col vapore. Mezzina, Hanna. Perché dai. Come in chiesa. Facciamo questo njërë, vjen 10 copë, Ah, sì, dicevo questo, ma che no. In chiesa, su e giù. basta. Marrim këto e njërë, Sì, via. Gente? come tecnologico. Ma c'è YouTube qua? Ne se, Marim. Qua filmojmë. C'è. Ordinuam, tani do presim që t'na vjen. Do Perché presim. non può arrivare tutto così? Po mendoj se do vjen shpejt, se kemi ardhur herët. Se mendoj se Anier. Arriva dopo poco. jemi ulur për jashtë tek Sarada, goca jo brenda, se kam nevojë të rish shumë në ambient freskët për jashtë. Dhe jo ambient mbyllur. Një që punon në fabrikë, që rimbyllur dhe gjithkohës, nuk kupton. Bubi, ikëm tash që t'mi marrim vetëm disa fragmente kur na vinë. Ju guys e shikoni që na vjen shpejt, po ne Ne këtu veve presim presim. 3 orë. Oh guys, kishte dhe këto, ajo, goca. Këte fajande, po pse herë dhe se edhe njerë këtu mërzo. Mami tha, o Ami, a shiotja? Unë thash, po, është e mio. Mami tha, ma je sikura, ajo. Po, ai e gjë në pani, e thoi që e ngra unë. Erë dhe tha, Dhe situata është kështu. Amelis je plot? Unë po pëlqet barku kjo sot është plot. Unë guys, edhe që ma vën barku. Ma, gjithë i thirrë. Dhe për ta mbyllur goca, ikim me një ëmbëlsirë. Ua, mi goca, ua. Ua, mi goca. Ua. Guys, ja pashuna. Ua, mi goca. Unë të dikësha. Është nxehtë? Ha? Është nxehtë? Shumë. Me vërtet apo jo? Fare. Në gjojtë fare. Në gjojtë. Aro të delë, po? O sentito crup.